You have strengthened your own security and ju keni siguruar, keni forcuar sigurinë tuaj në vendin tuaj dhe keni ndërmarrë hapa të dur për të bërë të qartë se toleranca e cila nuk ekziston para shumë kohe, vërtet që mosdërueshmëria nuk do të ketë më vend në Kosovë ndërmjet grupeve të ndryshme, vetëm mund t'ju siguroj që të vazhdoni për të siguruar që serbët e grupet tjera pakisja të mbrojtura plotësisht dhe të integruara. Dhe kuptoj që do bëni këtë sepse ju jeni pjesë e kësaj bote të shekullit 21 dhe një shembull i mirë për këtë. Njëra prej betejave më të mëdha të cilën duhet të vazhdoj që njëzoja është betejë me identitetin e tij. Kush jam unë? Ku bëj pjesën, ku hyj unë në vargun e gjatë të jetës dhe si do të bashkëpunoj ose të lidhem unë me njerëz të tjerë. Është shumë e rëndësishme që njerëzit të jenë krenar për atë se çka janë. Përfshirë edhe rrënjët e tyre etnike, kulturore dhe fetare. Dhe sa i përket historisë njerëzore, atëherë duhet të jeni krenar lidhur me atë që të ti më njanoni më vërtet se ti keni parasysh pojimet e atyre të cilët janë të ndryshme. Unë i di krejt këto gjëra sepse jam irlandez me origjinë. Populli ishin protestant irlandez, të cilët para 200 e kusur vjetëve ishin vendosur në një pjesë të Irlandës Veriore, ku protestantët përbëjnë shumicën, mirë po ajo është afër Republikës së Irlandeze dhe ishin përballë për të mos hyrë në pjesën e katolikëve. Pra ishin në një fshat që quhet Rasmi, që është pranë kufirit dhe disa pjesëtar të familjes time u dashuruan në femrat katolike dhe kjo vërtet mua më ka për gjenetikisht të përgatitur se të përpiqem dhe të bëj krijoj paqe në Irlandën Veriore. Dhe kam menduar për këto gjëra ka shumë kohë tani. Mirë po, prapë se prapë. Ne gjithë e dimë se është çështje kryesore me se ballafaqohet njerëzimi, këto konflikte të mëdha politike, shikoni fshinjet tuaj në Bosnjë. Ende janë duke u përlirë se çfarë lloj kushtetuti duhet të kenë dhe e gjitha fillon me çka mendon ata kush janë ata dhe kush janë fshinjtë e tyre. Dhe a mund të jenë pjesë e njëri tjetrit dhe unë lutem që ata të kenë sukses, sepse unë përpiqem që të dalë pra të njerëza që të arrin të drejtat në mënyrë që të ndajnë të ardhmen dhe të ngrisin, të rrisin fëmijët e tyre, të kenë rrethimet e tyre dhe ëndrat e tyre. Mirë po, shikoni çka keni bërë ju. Mendoj që tani duhet të mendojmë se çka do të bëni. Dhe njëra prej gjërave të cilat kam mësuar është se është shumë lehtë që njerëz të ndajnë të ardhmen nëse mendojnë më shumë për atë dhe mendojnë më pak për të kaluarën dhe është shumë lehtë për njerëzit që të ndajnë të ardhmen së bashku nëse besojnë që e ardhmja do të jetë ndryshme nga e djeshmja. Kur u linda në shtetin tim në fund të luftës së dytë botërore, ne ishim shteti i dytë më i varfër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe asnjëri prej familjes time nuk ishte në universitet, të gjithë ishin fermer të vegjël dhe ne u ngritëm duke besuar se askush nuk është i varfër nëse ka rroba të vesh, ushqim të haj dhe vend ku të flek dhe sidomos që t'i jap ushqim një të huaj që të vinte të klera dhe askush nuk di ishtë typër. Sepse në atë moment të magjishëm ne gjithë besonim që mund të ndryshonim të ardhmen nga e djeshmja. Ajo që e vret shpirtin e njeriut nuk është varfëria ose vështirësia, mirë po është bindja e absolute që e nesërme do të jetë njësoj si e djeshmja dhe që nuk do të mund të ndrojmë të ardhmen.
last 10 mendoj years, që keni bërë shumë with gjatë absolute 10 vjetëve të kaluar për të ditur me bindje të plotë që mund të ndryshoni të ardhmen dhe mund të kuptoni të realizoni premtimin e njerëzve tuaj, mund të krijoni partneritete të tjerë të reja me fëmijët tuaj, mund të krijoni një kom, një popull, një vend në rajon, në botë, në kontinent, ku do të bëjmë një punë më të mirë të ndarjes së përgjegjësive dhe të përfitimeve. Dhe ky është testi më i madh. Bota kudo që është në një garë të përhershme ndërmjet forca pozitive dhe negative të ndërvartësisë tonë. Dhe mos u gaboni lidhur me këtë, nëse janë grupe të ndryshme që ndajnë këtë tokë të vogël të Kosovës, ka grupe të ndryshme që ndajnë tërë planetin tokë së bashku. Nëse problemi është ngroja globale apo stabiliteti financiar, zhvillimi ekonomik, apo çështjet nukleare, fatet tona nuk mund të jenë të ndara, pra pyetja juaj vetëm është nëse armat që do të ndajmë të jetë pozitive apo negative. Kudo, puna e njerëzimit është e njëjtë, që të krijoj forca pozitive dhe të zhvilloj forca negative të ndërvartësisë. Prandaj ju i krijoni njerëzit kudo, kur të shohin njerëzit që të bëhen bashkë, kur ju shohin gjithë përparimin që keni bërë gjatë 10 vjetëve të kaluara. When you have these municipal kemi këto zgjedhje kombëndje komunale tash në nëntor, atëherë i zgjedhni njerëzit me background të ndryshme, historik të ndryshëm dhe pastaj ata i përfaqësojnë njerëz që kanë votuar me ta për ta me integritet dhe energji. Kjo dërgon një sinjal të mbar botën. Pjesa tjetër e jona ose ne të tjerët vërtet vetëm do të jemi aty për të ofruar ndihmë. Unë e di që ju tash me dini këtë mirë, po tash vjen duke jetuar në New York. Hillary vjen në shtëpi gjatë fundjavëve dhe unë i thash presidentit Obama herët e fundit të tha që i tha vendruasi me liri që të vijë çdo fundjavë sikur kur del nga burgu, pra kudo që shkosh në New York, shihni si kemi koncentrimin më të madh deri më tani të shqiptarëve që jetojnë në New York, më më shumë se çdo vend tjetër, ka dhe një numër të madh serbe po ashtu. Mirë po, serbët janë më të shpërndar, ka shumë serb në Ohio dhe Texas, pjesa më e madhe dhe shqiptarëve. Dhe 100% pothuajse shqiptarëve të Kosovës jetojnë në qytetin e New Yorkut dhe në vendet përreth. Pra njerëzit vinë gjatë tërë kohës këtu atje dhe janë shumë krenar me ju. Ata janë shumë krenar me ju. Dëshirojnë aq shumë që ju të kryeni punën mirë si duhet. Dhe janë krenar për ju, me ju, jo vetëm për shkak se të trashëgimisë etnike, origjinës etnike, mirë po që përpiqen të krijoni një demokraci shumë etnike, shumë fetare të ndarë. Dhe për këtë arsye ata jetojnë në Amerikë dhe për këtë arsye dëshirojnë që ju ta ndërtoni atë këtu. Dhe njëra prej gjërave që më kam ofruar presidentit kryeministrit dhe liderëve të tjerë partive, mendoj që duhet të jetë një grup të vërtetë të miqve të Kosovës në Shtetet e Bashkuara, që përfaqësojnë të gjitha grupet etnike të përfaqësuara në këtë vend, njerëz të cilët do të vinë këtu së bashku dhe të organizojnë misione të investimit ose mbështetjes për të ndihmuar që të krijoni ose të ndërtojeni, të zhvilloni më shpejt, sepse nëse njerëzit ju shohin duke bërë këtë, mendoj që do të befasofshit se sa shpejt do të arrinit për talent. Mikoja presidentit dhe kryeministit tashi më herët, kam bërë shumë punë, kam punuar shumë në Ruandë. Gjatë 20 vjetëve të fundit, ka parë më shumë është bërë dëm në urrëtitjen etnike se në ndonjë vend tjetër të botës dhe për 90 ditë kam mbytur 10% të popullsisë në Ruandë. Dhe për dallim nga Ballkani, ata nuk kanë pasur armë. Ata kanë mbytur njëri tjetër me shpata ose shpiza. 10% e vendit ka shkuar për 90 ditë, 900.000 njerëz kanë vdekur. So I first went there in Së pari kam shkuar atje për herë pam 1998, 4 vjet pas që ishte përfunduar për të bërë dy gjëra, një për të takuar me të mbijetuarit dhe për të parë se çka mund bëjmë ne për të ndihmuar, dhe së dyti
për të kërkuar ndjes, që kërkuar ndjes atyre, sepse unë isha aq i shqetësuar duke përpiqur të hyj në Bosnjë dhe